sjellje që unë s'po e kuptoj, PDK ju bashkuar e fundit me kundër. Zoti Kraki. Kuptova as PDK-n. Janë bërë si blok, vjen keq për disa deputetëve andej dhe këndej që... Po pra, a i keni quftë PDK-s? Zoti Kraki, a i keni quftë PDK-s? Jo, ma. Zyrtarisht jo. Jo. E po qysh? Po ftesë për... Po shikoni edhe njëherë, ftesa, koalicion për konstituim të kuvendit nuk bëhet. Nuk mund të lejojmë ta bëjmë këtë praktikë si diçka... Me kënë zëdonit me qeverisë, Zoti Kraki. Zoti Mihail Bajqinovci në një studio tjetër pas ka thënë që me emri Albulena Haxhiut, me propozimin e saj, gjithçka ka marrë fund sa i përket kandidatit për shumë shëndrim korrekt dhe legjitim. Shikoni, opozita mund të u largu nga kjo rregull, nga kjo normë, atëherë i bie se e dhënojmë gjithë bashkë. Komplet kuadër. Dhe Zoti Kraki e tha prapërsisht njëjtën. Mirë, po më intereson me kënë s'do bashkëpunonit. Me kënë nuk do... Po, pas e keni të vështirë të thuni një preferencë me kënë Dhe listën sërbë s'ka mos e përmen. Ja, jo është... E nënkuptueshme. është nënkuptueshme. Partive shqiptare që të bëjmë specifike. Nga natyra nuk jam përjashtues kështu by default, me automatizëm. Edhe kam tendencë me i pa njerëz, me o kërkuat një anë të mirë nëse kanë diko, dhe me i shiku nga jo anë. Mendoj që ka në kuvendin e Kosovës, cilësia e përfaqësimit është relativisht e lartë këtë herë, për gjitha partitë, ka profilet që ndoshta nuk janë shumë konkretisht. Po jepni një përgjigje. Për deputet, jo për parti. Pra s'do ta përjashtoni ta sakën zotin Haradinaj. Ja, shikoni, personalisht unë mendoj që zoti Haradinaj ka ende po mendoj ndoshta meriton në këtë çështje dhe një tezë doktorates me nisë edhe herë që me tentu me kuptu atë të kalimin totalisht absurd të ti në diskurs publik, deklarimet kundër zotit Kurti. Mirë, po jo se përjashtoni, pavarësisht diskursit se përjashtoni bashkëqeverisje. Atëherë. Jo, unë personalisht kam vlerësim të lartë për zotin Haradinaj, kam thënë edhe shpesh për kontributin e tij të familjes së tij. Kisha pas dëshirë që zoti Haradinaj ose të qetësoj vetë, ose dikush rreth tij t'ia thotë nuk e çon askund ai diskurs, dhe unë do kisha dëshiru që zoti Haradinaj të kishte një qasje atë ditë pardje pas seancës, kur folin media ishte u tregu më konstruktiv se Memli Krasniqi dhe ata të LDK-s për shembull, zoti Haradinaj. Dhe kjo mu duk diçka interesante. Zoti Haradinaj ditë tha që duhet kalohet kjo fazë, sepse ne synojmë kryeministër të Po nuk e përjashtoni mundësinë që zoti Haradinaj të jep votat vishe të kalohet. Nuk e përjashtoj mundësinë që nesër zoti Haradinaj me të vetit të rreshtohet me futet të rikthehet zoti Kraki. Dhe ta votoj kandidaturën e zonjës. Se i bët ftesë LDK-s, Glauku Njufsa dolin në paraqitje para mediave edhe tha që LDK-ja duhet ndihet e privilegjuar se jemi drejtorë atyre. Dakor, LDK-ja e dha përgjigjen vetë. Pse jo Partisë Demokratike të Kosovës? Meqense ata gjatë gjithë kohës kanë dhënë sinjale që mund të jenë edhe bashkëpunues, se tha në dje Memli Krasniqi tha që ne mund të ulemi, mund ta gjejmë një zgjidhje edhe për çështjen e kryetarit, mbase kjo do të mund të ishte një bazë mirë pastaj edhe për një bashkëpunim në qeverinë e ardhshme. Pse jo PDK-s? Po ende jemi shikoni. Jeni? Jemi në lojë ende, po mundoj loja vazhdon, s'janë 10 minutë që s'është kry, kështu që vetëm qytetarët s'po kanë shumë dëshirë për lojë. Qytetarët s'po kanë tash me na leju këtë fazë, me u kalu nesër kjo fazë, pastaj nuk përjashtoj, unë si përjashtoj... E bot LDK-s ofertën vetë sa për sy e faqen, falë, ardhë dhe kepi. Jo,